Finalizohet operacioni policor i koduar Cashline, zbardhen dhe dokumentohen 3 raste vjedhjesh në qytetin e Vlorës, vodhi shumë aparash në 3 biznese, kapet dhe ndalohet 36 vjeçari, autori dyshuar i këtyre vjedhjeve. Strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë në Vlorë në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e krimeve kundër pronës dhe pasurisë, finalizuan operacionin policor të koduar Cashline, si rezultat i të cilit u kap dhe u ndalua shtetasi EG 36 vjeç, banues në lagjen 1 Maj në Vlorë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas është autori i 3 rasteve të vjedhjeve në qytetin e Vlorës, konkretisht më datën 17 tetor të këtij viti në lagjen 1 Maj ka vjedhur shumën prej 200.000 lekësh në lokalin e një shtetasi. Më datën 14 nëntor në lagjen 1 Maj ka vjedhur shumën prej 100.000 lekësh të reja në një furrë buke. Më datën 16 nëntor në lagjen Lev Sallata ka vjedhur shumën prej 200.000 lekësh të reja në një banes në zonë. Materiale procedurale janë referuar tashmë prokurorisë, e cila do të vijojë veprimet e mëtejshme për veprën penale vjedhja.